Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Sot do të përgatisim byrek të ëmbël qumështor me miell misri dhe 2 moll. Nuk e imagjinoni dot se sa e shishme që ka dalë. Vetëm nëse e provoni do e kuptoni dhe vetë. Nëse keni kohë, petet mund t'i tollni dhe vetë ose mund t'i blini të gatshme. Të gjithë përbërësit e tjerë janë të thjeshtë që të gjithë mund t'i keni në shtëpi. Mund ta përgatisin tepsi familjare ose dhe byreqe të vegjël për t'i marrë në punë ose në shkollë. Një gotë sheqer, 200 gram ose 10 lugë gjelle. 100 gram miell misri mund ta zvendçoni dhe me semolina, parafërsisht 6 lugë gjelle plot, 30 gram niseshte ose 2 lugë gjelle. 1 litër qumë shtojmë një pjesë e përziejmë miqet të tretit dhe më pas shtojmë dhe pjesën tjetër. Vendosim në zjarr mesatar duke e përzier vazhdimisht derisa të trashet dhe të bëhet një masë kremoze. Ja pra siç e shikoni dhe në video. Një vezë plot dhe 2 të verdha të vezëve. Pasi ta kemi larguar kremin nga zjarri, mos t'i jetë duke vluar, shtojmë vezët dhe e përziejmë me shpejtësi. –40 gram gjalp, një paku aromë vanilje, ose çfarë lloji vanilje të keni në shtëpi. Nëse nuk keni vanilje, mund të shtoni dhe lëvore limoni. Kremin e kemi gati, e hedhim në një tas. Para se ta përdorim, duhet të ftohet. Asnjëherë petet nuk e duan kremin e nxehtë sepse na prishen dhe qullen. Kjo vlen për çdo lloj byreku që përgatisim. Mbuloj me nylon foli, por duhet të jetë mbi krem, pra jo mbi tas. Vazhdoj me përgatitjen e mollëve. Do na nevojtojmë 2 mollë të pjekura mirë. Unë kam përdorur këto lloj pasi vijnë më të ëmbla. Grim nga ana e trashë rendes, atje ku grim kungullin, dhe më pas në një digan shtojmë 20 gram gjalp. Sapo gjalpi të kesh shkrirë, shtojmë dhe mollët. Një lugë e gjys gjelle sheqer. Sheqerin mund ta shtoni dhe të bardhë, nuk është e nevojshme të jetë kafë. Një lugë kafe e kanellë. Përziejmë mirë dhe i lëm të piqen të zbuten parafërsisht 2 minuta. Do i rini afër duke e përzier, mund të duhet dhe më pak, varet nga lagështia që ka mollët. Janë gati, e lëm pak më njanë të ftohen. Kam përdorur 450 gram peta të gatshme. Janë peta të holla që përdoren për baklava. Nëse keni dëshirë, mund t'i tollni dhe vetë. Me këto petë kam bërë një tepsi me përmasat që do t'ju tregoj më vonë, gjithashtu 4 byreqe të vegjël. Masa e tepsisë 20 me 30 cm, do na nevojitet 130 gram gjalp të shkrirë, lyej mirë tepsinë me gjalp. Nëse keni me nxitim, mund ta lini kremin 30 minuta të ftohet në temperaturë ambienti dhe 30 minuta në ngrirje. Kremi ka konsistencë kremoze që duhet, nuk deli fort. E hedhim në një tas dhe e rahim pak me mikser. Ja pra e kemi gati, kjo është konsistenca që do ketë. Për madhësinë e tepsisë që unë kam përdorur, petet i kam ndarë në mes. 2-3 petet e para do i nxirrni jashtë tepsisë, në këtë mënyrë siç e shikoni dhe në video. Midis petve spërkasim pak me gjalp, siç ju thash, gjithsej pakua që unë kam përdorur me petë kishte 13 petë. I kam ndarë në mes dhe po i shtoj gjysma. Gjithsej për byrekun në tepsi kam përdorur 8 petë. 5 poshtë, 3 lartë. Ndërsa petet e mbetura i kam përdorur, i kam bërë byreqe të vegjël me krem, 3 këndsh dhe katror. Do e shikoni dhe gjatë videos. Pjesën tjetër të peteve do e shtojmë në mes, nuk do nxjerrim me jashtë tepsisë. Sidomos nëse ju është grisur në një petë, shtojeni në mes. Dhe tani hedhim 3 të pesta të kremit që kemi përgatitur, që është parafërsisht pak më tepër se gjysma. E shtrojmë mirë me një lugë dhe më pas hedhim mollët e karamelizuara në këtë mënyrë lugë. Pasi t'i kemi hapur mirë në gjithë tepsi me lugë, do vazhdojmë t'i shtrojmë. Dhe sipër shtrojmë petet e tjera. Shtrojmë një petë të cilën e kam ndarë më dysh, pra 2 petë unë i quaj një petë sepse i kam ndarë në mes. I palosim ansoret nga brenda në këtë mënyrë. Sipër shtrojmë dhe 2 petë të tjera, duke spërkatur me pak gjalp midis tyre. Këtu i kam shtruar, e kam gati. Me një shpatull vazhdojmë fusim ansoret në këtë mënyrë.
Si për e lye mirë me gjallë, pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 35 minuta. Ja pra këtu janë 3 kenca, do veproni si në video. Shtroni 3 gjysma pete duke i lyer midis tyre me gjallë. Hedhim kremin dhe i palosim në 3 kenca si në video. Dhe ja pra e kemi gati. Dhe këtu është dhe katrorja si mund ta bëni. Sërish kam shtruar 3 petë si bërëm dhe më parë, i kam lyer midis tyre me gjallë dhe i palosim në katrore si në video. Ëmbëlsirën e kemi gati, largojmë gafura dhe lëm pak të ftohet dhe më pas të vazhdojmë ta servojmë. Ju mund ta prisni direkt në tepsi. Sipër, sipas dëshirës, mund ta spërkasni me pak sheqer pluhur dhe kanellë. Peta del krokante dhe brenda ka një krem fantastik që kombinohet shkëlqyeshëm me mollët. Provojeni të dashur miq, del tepër e shijshme. Ja dhe byreqet e vegjël. Ja pra të dashur miq, ku përfundojmë dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Punë të mbar për ata që do e provojnë. Gjithë të mirat, bashkë me në dëgjofshim në recetën e radhës.